Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të martë pas vendimit të dhënë nga gjykata kushtetuese për Erion Veliajn. Përmes një postimi në platformën X, Rama shprehet se vendimi tregon se nuk i ka kapur të gjitha pushtetet. Disa rrjedhime logjike nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Ja që edhe një herë u provua se nuk i pas kam kapur unë të tëra pushtetet, dhe kjo është një gjë sa i qartë, aq edhe e mirë apo jo. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet apo jo. Çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, o një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos presë që me të njëjtën parimsi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajn në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. Pikat 1 dhe 2 janë të sigurta. Pika 3 mbetet për tu parë. Ndërkohë, le të urojmë që kushdo ka në dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund trajtohet si jetim për vite me radhë, shkruan në Rama.